Ndihmës drejtoresha zyres për Kosovë dhe Metohi Milena Parlić, përgjegjëse për kujdesin ndaj Kishës Ortodokse Serbe dhe ruajtjen e trashëgimisë kulturore, njoftoi prezantimi i këtij viti të krijimtarisë shpirtërore, kulturore dhe shkencore të popullit serb nga Kosova në panajirin e librit në Beograd. Në një sipërfaqe prej 300 metra shkatror në 2 sallat e panajirit, zyra do të prezantojë punonjës shkencor, punonjës të institucioneve kulturore, institucioneve, kishave dhe manastirave të eparkisë së Rashko-Prizrenit, thot Parlićeva. Ajo thekson veçanërisht se panajir do të prezantohen 2 libra të ri për ndjekjen e Marsit dhe për varrezat e shkatruara në Kosovë. Seanca dëgjimore për gjykimin e Zoran Kostićit dhe Dragan Milovićit të akuzuar për krime lufte kundër popullatës civile në zonën e ushtrisë në vitin 1999 u shty në gjykatën themelore në Prishtinë pasi mbrojtja mori deklaratën e përkthyer të dëshmitarit të planifikuar pak para fillimit të seancës së sotme. Avokati Predrag Milković deklaroi më pas se mbrojtja nuk ka ndërmend të bëjë lëshime të tilla ndaj prokurorisë. Kostić dhe Milović u arrestuan me 20 shtator të vitit 2023 së bashku me Ilija Elezovićin, i cili vdiq ndërkohë, dhe gjykimi filloi në dhjetor të vitit të kaluar. Ish komandanti i NATO-s gjatë luftës në Kosovë, Wesley Clark, është konfirmuar zyrtarisht si dëshmitari i mbrojtjes në gjyqin e ish udhëheqësve të OÇK-s në Hagë. Ish generali amerikan, i cili udhëhoqi bombardimet 78 ditore të njësisë ushtarake dhe policore serbe, është dëshmitari më i rëndësishëm i sjellë në Hagë nga mbrojtja e Thaçit deri më tani shkruan Demokracia. Radio Televizioni Dugagjini pretendon se në listën e dëshmitarëve të Thaçit përfshihet edhe Christopher Hill, ambasadori amerikan në Beograd deri vonë, i cili gjatë konfliktit në Kosovë dhe negociatat në Rambouillet ishte në cilësi në një të dërguari special amerikan. Duke vendosur të investoj para në armatim në vend të projekteve instrukturore dhe sociale, qeveria e Kosovës ju nënshtrua presioneve të vendeve që prodhojnë armë, thot historiani dhe ekonomisti austriak Hannes Hofbauer për Kosovo Online. Ai vëren se Bashkimi Evropian, kryesisht Gjermania, po ndajnë gjithnjë me shumë para pikërisht për stimulimin e industrisë ushtarake dhe blerjen e armëve, duke stimuluar kështu ekonominë e tyre. Ne patëm një situatë ngjashme në Hitlerin dhe mandje edhe me Reaganin, që ekonomia u stimulua përmes kërkesave ushtarake, thot Hofbauer. Për rundin e dytë të zgjedhjeve për kryetar komune, i cili do të mbahet më në nëntor, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve do të përfshijë të dhënat nga listat e votuesve në ato komuna në të cilat do të mbahet rundi i dytë i zgjedhjeve, tha zëdhënësi i Komisionit Qendror Zgjedhor Valmir Lezi. Përditësimi i të dhënave do të kufizohet vetëm të për personat që mbushin 18 vjeç nga dita e rundit të parë të zgjedhjeve deri më në nëntor, si dhe për përfshirjen nga lista personave të vdekur dhe atyre që kanë hequr dorë nga shtetësia e Kosovës, konfirmoi zëdhënësi i Komisionit Qendror Zgjedhor. Ulëmtuesi në Institutin Demokratik të Kosovës, Vullnet Bugaçku, thot se lëvizja vetëvendosje nuk po bën përpjekje për të arritur kompromis me subjekte tjera politike për të formuar qeverinë e re, raporton Koha Ditore. Vërehet se ka një tendencë për të zhvilluar biseda private me disa pjesëtar të Kuvendit të Kosovës dhe ndoshta po përpiqet të gjejnë midis deputetëve ata që do të votojnë për formimin e qeverisë Kurti 3, tha Bugaçku. Deputeti i vetëvendosjes Halil Thaçi pret që qeveria Kurti 3 të formohet më së voni të dielën dhe shtoi se ka bisedime për formimin e një koalicioni, por nuk zbuloi se për cilën parti bëhet fjalë. Deputeti Armend Muja specifikoi se ofertat për bashkëpunim janë drejtuar vetëm lidhjes demokratike të Kosovës dhe partisë Nisma, ndërsa Partia Demokratike e Kosovës dhe Lista Serbe janë përjashtuar nga këto diskutime. Të dielën kreu i LDK-s Lumir Abdigjiku pret një shfaqje të quajtur Votoni për Rambun 3 në dobi të Kosovës, ndërsa deputeti i Aleancës për Armërinë e Kosovës, Daud Haradinaj, thot se nuk do të votonte për Albin Kurtin si kryeministër, edhe nëse atij do t'i ofrohej posti i presidentit të Kosovës.
Moti nisëm në Serbinë pjesën më të madhe të ditës do të jetë kryesisht me diell, ndërsa në rajonet e tjera do të jetë pjesërisht i vranët me shira. Vende do të fryerë dopë mesatare, pas ditën e veriut në zonat malore afat shkurtër dhe më fort jugore dhe juglindore. Temperatura më ulët e ditës do të jetë rreth 4, kurse ajo më larta ditore do të jetë deri në 19 gradë Celsius.